Një skenë e frikshme e filmuar në Itali është bërë virale në rrjetet sociale ditët e fundit. Në pamje shihet një varg turistësh që përpiqet të afrohet me pjesën e pasme drejt molit në Positano, në bregdetin e Amalfit, me shkallët e zbritjes të hapura. Por erërat e forta dhe deti i trazuar e bën manovrën jashtëzakonisht të vështirë dhe të rrezikshme. Dallgët lëviznin vazhdimisht varkën duke e ngritur dhe larguar nga moli, ndërsa uji përmbyti zonën e pritjes duke detyruar njerëzit të largoheshin. Për shkak të kushteve të rrezikshme, ekuipazhi tërhoqi shkallët dhe u largua përkohësisht nga porti. Pas disa përpjekjesh të vështira, operacioni përfundoi pa të lënduar. Në video dëgjohen britma frike nga pasagjerët. Një grua që tha se kishte qenë në bord, shkroi në rrjetet sociale se situata nga brenda varkës ishte shumë më e frikshme se sa dukej në video. Pamjet kanë rikthyer shqetësimet për sigurinë e portit të famshëm të Positanos, veçanërisht gjatë kushteve të këqija atmosferike dhe detare.